alayhi salatu wassalam, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë të mirë deri ditën e gjykimit. Pasi që jena afër shumë Ramazanit dhe përmendëm dersën e kaluar se muslimani duhet të përgatitet. Dhe përsëritje që më shumë duhet muslimani të përgatitet është që të largohet prej mëkateve. Se feja Allahu subhanahu wa taala nuk është diçka tjetër vetëm se urdhën i Allahut dhe ndalesa e Allahut. E Allahu subhanahu wa taala i ka thënë mëkate e veprat të cilat ne ka urdhëruar me i bërë nuk i bëjnë, ne ka thënë mëkate e gjithashtu edhe ndalesat ne ka thënë mëkate Allahu subhanahu wa taala. Dhe prej dënimit Allahu subhanahu wa taala, prej hikmetit Allahu subhanahu wa taala fillimisht është se ai Allah nuk ne ka dhënë dënimet për mëkate vetëm se ditën e gjykimit, apo për të hyrë në xhenem. Mirë po, çast i ka çështë mëkate, gjunahe, kundërshtimin e Allahu subhanahu wa taala, sa që në dunjë njëri t'i kthehet e keq. Sa që shumë dietar kanë përmendur disa pika se çfarë dënime kanë ato dënime në dunjë që ndodhin njerëz. Në ato i përmendna jo vetëm sa për të kaluar këtë xhumë, këtë hutbë xhumas, mirë po, lutim Allahu subhanahu wa taala që të bëjë sebeb të pika që ne kemi caktuar dietar përmes fjalëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam, që zemrat tona të pastrohen dhe të largohen sa më shumë prej mëkateve. I gjithë baksozloti, e gjithë e keqja është në mëkate dhe e gjithë e mira është në veprat e mira që bëhen për Allahu subhanahu wa taala. Dhe s'ka njerëzve që i ndodhin të keqe, i ndodhin sebeb asaj se i kanë bërë mëkat Allahu subhanahu wa taala. Njerëzit nuk i interesohen për fenë Allahu subhanahu wa taala. Për dinin e Allahu subhanahu wa taala e do vetë i bëjnë duke i ditë në vetë dije shumë mirë, duke i ditë shumë mirë në teori, e do vetë të tjera i bëjnë pa vetë dije mirë duke mësuar. Të mëzlise, gjumaja e tjera shumë e rafë, e Ramazanit që vjen në derse që ndëgjohen, janë shkak që besimtari ndoshta nuk vjen pak ai dru që mund drejtuar ka rruga Allahu subhanahu wa taala. Besimtari çdo herë bën tërbie rritën. Nuk e zën vetëm kibardar, nuk e zën vetëm me ndjemar, që ndoshta unë dimo, unë e mboj mal, o jo, po sa herë mëson. Për vetë e para që kanë praktikave të para që kanë përmendë dietar është ajo se Allahu subhanahu wa taala Allah na ruaj, ja shtrembron zemrën. A fut që zemra e shtrembron e këtë prapë jo. Çka zemra ka lënë shumë mirë Allah. Nëse shkon ka diela, e shef, punon zemra shumë mirë. Punën e tij shumë mirë. Shtipin e tij shumë mirë. Mirë po zemra, do të thotë mendjen që kia ta ndan Allahu subhanahu wa taala. Falamma azaghu Allahu qulubahum. Faqad Allahu për bani Israil kur ata anon dhe shtrembron dhe shtrembron u ashiti Allahu zemrat e tyre. U alaqai Allahu zemrat e tyre. Bani Israil ke hudit që sot janë prej armëzve të mëdha të muslimanëve të Allahu subhanahu wa taala, këta njerëz që kanë qenë me dikon, populli i zoti Allahu subhanahu wa taala. Ka që i sot të pretendojnë se nejna njerëz të zot Allahu, apo disa pjesë të nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, ne jemi dashur të Allahu subhanahu wa taala. Dhe bita Allahu subhanahu wa taala, ata kanë qenë dashur të Allahu subhanahu wa taala, mirë po kur shtrembron, kur e ndron rrugën, kur i shifshin argumentet qarta ata me sytë veta, nga pejgamberi e Allahut subhanahu wa taala, kur i shifshin mucizat e pejgamberëve, ata megjithatë prapë kundërshtojnë pejgamberin e Allahut. Kur atira Allahu subhanahu wa taala me Musa alayhi salatu wassalam, u amundsoi mu çao dete, a ka mundsi të kush për neve sot me dete, a ka mundsi të kush për neve sot me çao dete, jo. O kesh mucizat e pejgamberit Musa alayhi salatu wassalam, Allahu subhanahu wa taala ja mundsoi me pas rrugën dete ku i ndekë Firavunit. Ata e parë së dhe vetë ka, me gjitha ta ku e kalun, detin e kuq, kur donë më tanë detit, kur Allahu subhanahu wa ta'ala i urdhnej ata më këthi në shtëpit e vetë të para që i kënë pas stërgjishën dhe vetë, një Jerusalemin e sotëshëm, që musliman e kanë në nëmrinë ative jahudive sot, kur i tha Allahu subhanahu wa ta'ala, hini ati, dhe të këhini, ju i një fitimtar, kini me fituar. Ata në i tha Musa a.s. idhëb ente wa rabbuka, shkarët i dhe zëtëja, luftani i bashk, inna ha huna ka'ibun, në këtë me të to. Kur të fitani jo në minat. Mos në ndodhë neve dhe sot, musliman me sot dhe këtë. Por i shohë në sytë tona, argument të Allahu subhanahu wa ta'ala. I më dërgjojnë në sytë tona, me veshtë tona, fjallë të Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe në nuk thena. Wallahi, ai Allah i cili ka folë të fjallë, i ka folë dhe për neve. Për ndryshe, Allahu subhanahu wa ta'ala se kish përmejnë kur
shumë mirë se Allahu subhanahu wa taala nuk sjell në Kur'an se ende këtë vetëm më sjell kështu me një not vesh. Jo, po kuptimi i Kur'anit është një thellë në atë mori vesh. Po bëta tregon Allahu subhanahu wa taala se në vetë i Kur'an ne tregon detajet e Beni Israilit pse? Se ne tregon detajet e këtyre njerëzve që mos të binë njerëz në rrugën e tyre. E dini shumë mirë që përmend hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mahat se ky ummet do t'i pason traditat e popujve që janë para juve. Ka thonë el-Yahudu wal-Nasara, i thanë ojë rrugën e Zotit, a jehudit dhe krishtat, tamen in-nasu illa hum, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk janë njerëz vetëm sa ata. Pra, mos na shërnon Allahu subhanahu wa taala zemrat. Pikë tjetër, ndodh një egërsirë mes tij dhe Allahut. Besimtari e do më shumë te Allahu subhanahu wa taala. Muslimani e do më shumë te Allahu subhanahu wa taala. As gruan, as shtëpinë, as pasurinë, as tregtinë, as zetë këtë botë, duke dhënë njeriu më shumë se Allahu subhanahu wa taala. As prindërit e vet, as nanën dhe babën që mos e lënë në dunjë, duke dhënë më shumë se Allahu subhanahu wa taala. Mirë po nëse njeriu bën mëkate dhe kundërshton Allahun e vet subhanahu wa taala, ndodh mes tij dhe Allahut një farë egërsire, një farë largimi, mos afrinë me Allahu subhanahu wa taala. A ne dinë shumë se vetë na prishën punë me Allahun, wallahi s'ka mundësi të ndrejtë kush neve. As Europa, as Amerika, as forcët më të mëdha në dunjë nuk kanë mundësi as pasonia, as kur gjallë ndrejtë punë me Allahun subhanahu wa taala, se ne kundërshtojmë Allahun subhanahu wa taala. Dhe prej mëkateve është edhe kufri. Prej mëkateve më të mëdha është kufri. Mi do kufër Allahu subhanahu wa taala. Që Allah të përmbajnë urna të timi zbatuar dhe ndarësit nga Allahu subhanahu wa taala mundalu. Ihtikar dhunub pikë tjetër, që njëri në fillon në shmëmë mëkat. Dhe qafirat, sa që qafirat që kanë, vallahi nuk kanë mrinjë këtë dërejtë. Dhe të që përmende jahudit dhe krishterë dhe shumë për qafirave nuk kanë mrinjë këtë dërejtë si qafira më kanë, vetëm se i kanë në vlerësu të mëkatat. Kanë thonë, aga se gjëna i vogël kjo, hajtë se kjo kur gjahecësh. Një ditë për ditë, si shtregon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dietate e yahudive kanë kaluar rreth njerëzve të cilët kanë bërë alkool. E kanë thirrë, hajde hujune, dhe janë ullë në ditë për ditë. Në sigur shumë për njerëzve sot që thënë, vallahu se pive hoqë. Unë rrimbet për ta, unë shote kam, muhabbetin shkon, tregtia më shkon dhe kështu në rafë. Andërsa Muhamedi alaihi wasallam i ka nërkuhe, je vetëm atë që e pe, atë që e ndrejt, atë që e servon, e bjerë dhe kështu në rafë. A vetëm për arhijin një rafë. Edhe të gjithë vallojë të mëkateve tjera, edhe ai i cili jetë fetfar për gjuna, edhe ata. Shumë kipi e të dharve që të jetë fetfar për hezbe graja, gjeriria, lojq. A tjepe e definon zinohen, a moralitetin do të me zërë më sështë. Nësa me qenë nëse të nakohë një qike dhe një djarë që nuk njipën heq, pa izën bagës, s'ka lidhë se me qepe të në bagë. E kite në definicion të kujnë e të marë të i qafirave. Dhe kështu ndodhë, i dërimi Allahu subhanahu wa taala duke njerëzit duke në ndërsu mëkate duke thonë se hajtë se ku gjamit se kjo, hajtë se gjerije, 15 vjetë të konë gjamit të falë, hajtë se gjerije të 60 vjetë të mi bërë, ka kur më falë ti, ka kur me shkur hajtë kështu më radhë, nuk e din ingrati sa e njeri cili e këshiton kështu, a njeri cili e këshiton kështu, është shejtan në gjinnet i më nasë, si këtë ka përmendë Allahu subhanahu wa taala, se ka për gjineve shejtana, mi pa ka edhe për njerëzve shejtana, ata ndashta edhe më të qenë, se ai shejtani cili është e gjinne, ai shejtani cili është e gjinne që nuk e shokë në rësitë tona, nëse thëna a'udhu billahi minash shejtanir rajim dërgohet, nëse ki nuk dërgohet, ki shtim cytje dhe vezvese në zemrën tënde. Ki njëri cili bërë mëkate, thënë një të islam, se ki e hum peshen të Allahu, vallahi nuk kohë një farë peshe. Dhe këtane ka përdu Muhamedi a.s. Ka thonë, ai sallallahu alaihi wasallam hadith, se qafira me pas të Allahu subhanahu wa taala vlerë, për qafira të të bëllë që e shumë, me ushmit e veta, me avionët e veta, me to anijet e detit që janë si për aeroportën deti, e kështu më radhë fortët e veta që i pregojt, sa pesha nga Allahu subhanahu wa taala, thot në hadith, Muhamedi a.s. sa të kravi miskonjës. Sa ka pesh, qatë të pas pesh të Allahu, nëse ka minë hakatër. Pesh, për dënjohë si kishdanë Allah me pi, asë një bardaku i qafira. Mirë po kjo dënjohë s'ka pesh të Allahu subhanahu wa taala. Edhe të qafira nuk kanë pesh të Allahu subhanahu wa taala. Pra a njerë, i cili i banë më fatë Allahu dhe vazhdojnë më kate, dhe se këto gjinohet janë posta e kufrit, kada, mushë dhe poshtë dhe në fillim në fundim bërë diska tjetër aja, Allah në rujt, nga të rrasë dhe më thonë,
në çmos tek Allahu subhanahu. Nuk i bëni problem. Disa njerëz të marrin sikur janë te Allahu subhanahu wa taala. Fat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka disa njerëz të tij. Ash'ad adbara. Janë njerëz të pluros, i sheh të plu, ndasha nuk veshët shumë mirë. Ndoshta në vlerëson dhe në shmat njërë. Lau aqsama ala Allahi al-abarra, me e bërë me bej, i thonë, o Zot, vallahi ki me bërë këtë punë dhe këtë punë, e bërë Allah. Pra ati dhe thonë shoki Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Bara ibn Malik, kur ka bërë një bej, ja ka që bejnë vend Allah subhanahu wa ta'ala. Kështu që sahabët ku kanë luftuar shpeshherë kanë thonë, o Bara, a e lutë Allah subhanahu wa ta'ala, se kanë luftën dhe ka lutë. Mi po një luft për luftave e ka luft Allahu, ka bërë bejnë Allahu subhanahu wa ta'ala me fituar, dhe kanë fitu musliman, mi po ka bërë një bejnë, ka thonë, o Zot, mos të mëzone mua akshami, duke e dhonë për të shpitin e nërë për Allahu subhanahu wa ta'ala dhe e mërë shpitin Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ki njerë, i cili nuk i banë më katë Allahu subhanahu wa ta'ala, qëfar grade ka postat Allahu. Këto e në të evrija, si të njerëzit, që dhe përmendin se ka fiturua, po ka banë, ja, nuk është kosht kjo me fituru njerë me bëkta. Mirë po, këtë Allahu subhanahu wa ta'ala ka dhe regjet nalë, këtë Allahu subhanahu wa ta'ala është me pejgamber, ta njerëzit që duhet për Allahu subhanahu wa ta'ala, ta njerëzit kanë milahmuar dhe pejgamber, ta njerëzit kanë milahmuar dhe njerëz të mirë dhe shtë mërat, ata njerëzit që janë evrijat Allahu subhanahu wa ta'ala. Pikë tjetër që përmendi djetarët është që njerëzve duke bërë mëkate e duke bërë kufra e kështë mërat dhe Allahu në rrugë gjithë ata, ju ngushtohet gjiksi. Kanë parë njerëzit, jetojnë, knaqen, kështë mërat mirë po, vallaj të nësinë shpirtit nuk e ka. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فالله سبحانه وتعالى عايز إلى الجوع في الكرام لما من قاتل ليه قال قاسي ابن البوش لأن مجتمع الله سبحانه وتعالى غير ناتينا لأن مجتمع الله سبحانه وتعالى سيكون منظم بمقوط الله سبحانه وتعالى لما قاتل شيء دين بس مقاطن شيبان في رند أبان لأن كان دور من كل مقاطن شيبان فرجنان شيبان كي في رند بمقوط الله سبحانه وتعالى لسا كل دي مصنيع بمقوط بكم الله سبحانه وتعالى kriju si i kurthave dhe i njerëzve dhe jaserbendes njerët që bën intriga dhe shirë mi ba kurtha njerëzve, kriju si që ati bushit dhe blere dhe qafira në përgjësi që mënon mi ba musliman me kurtha, Allah i ka kriju dhe mendit ative. A kanë mundësia të mushlime kriju se që ative kurthave? Nuk kanë mundësia asë njëherë, me për muslimat e shpet mashtrohen. Muslimat e shpet mashtrohen me sejnë që i shokin me sytë e veta, duke u dobësu imanin zemrat e veta dhe fillojnë me besu musliman në realizëm, nëse që i shokin me sytë e veta dhe i ndëgjojnë vetëm dhe propagandët e qafirave me shpreqimanin për CNN dhe tjerave, fillojnë musliman për rritë të shumë, derisa fillojnë muslimani me dobësu imanin krejt. Dhe fillojnë bita musliman me ndirë rrugën ati i Allahu në rrugë neve dhe ta. Besimtarit i nxjerr zemra. Si jo besimtarit i nxjerr zemra me mëkate. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se zemrat e besimtarit janë balla sikur balla, janë balla. Mirë po, duke filluar dhe bëmë mëkate, balla nxit, hadera me sveti, kush e bën haç për juve. E kanë balla dhe njerëzit e kanë balla për fotografia, ai gur pas bit për xhenetit Allahu subhanahu wa taala, me anë të mëkateve të njerëzve është nxit. Sot është i zike, pse se njerëzit të bëjnë mëkate, edhe zemrat e njerëzve kështu bëhen nëse njerëzit bëjnë mëkate. E si bre, po që një grup të që shnia do punën, po ka lënë Allahu zgjidhje alternativ, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, tubi ila Allahi jami'an la'allakum tuflihun. Pendoni tek Allahu subhanahu wa taala, që ju gjithë shpëtoni. Pra ajo zemra që nxirr, kur të pendohet njeriu i fshi hekën e zeza. I legët derisa të bëhet zemra e pastër dhe e bardhë. I shit disa njerëz që ndoshta kanë bërë mëkate për loja. E shef ndoshta me drogë, ka punua, ka pi drogë, ka bërë këta, ka bërë mëkat, ka bërë shef Allahu dhe gjithë llojet e mëkateve ka bërë. E shef nëse pendohet dhe kthehet ka Allahu subhanahu wa taala. Shumë për njerëz kanë këtë kompleks, apo kanë hased, kanë xhelozi. Pse njerëz mund të kështu? I thonë njëri ti një gjë kon filani, ti do të përmend mëkatet, ti e kon ai, ti me filan fenë ti hec, ti të kanë bën filan venë, mi po njëri kthehet ka Allahu subhanahu wa taala. Azema më zësi, në të cilën zemër nëse Allahu e merr shpirtin, ndonë shumë keqaj, mi po ja pastron Allahu subhanahu wa taala zemër. Donë Allahu subhanahu wa taala pastron të njëri. Ndërsa aktivitetet jo. Se si ka ardhur në ditën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk bën kështu në veprime me duke njerëz se Allahu se fal njerëzve. Njëri prej njerëzve ka thonë, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Wallahi Allahu se fal filan. Se nëse të pashon me fate ka thonë ditë ka thonë mos e bëmë, e pra, mos e bëmë pra. Besimtari nuk duhet të bëjë atë, nuk duhet të mërzit, po duhet të bëjë më atë dashka, thirrë Allahu subhanahu wa taala, e ka thonë wallahi se fal Allahu. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala shpallje aty pejgamberit ka thonë kush është filani me dhënë se më se afal. Unë jam në fal filani e ti sta fal. Sa njëri nuk guxon të njëri me fal për hir
për Allah subhanahu wa taala diçka. Pikë tjetër që ka përmend vetat, janë ndarë Allah subhanahu wa taala diturinat. Dituria e shariatit, fjalë e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është dituria më e shenjtë, më e vërtetë tek Allah subhanahu wa taala, dhe sebab më fundova që ka njëri tek Allah subhanahu wa taala, dhe ta bëj sebab që diturin ndoshta me hinë xhenetin e Allahut dikush, ta pengon Allah subhanahu wa taala. E ki pa disa njerëz nuk kanë mundësi me mësu kurrë hiç. Ndoshta apo i zgjut, ndoshta është inteligjent punë tjera, kur e merr dinin Allah subhanahu wa taala mësu pa mundësi. Do të nuk thivet vetes. Një ditë për ditë Shafiu, që ka qenë dietar më dhej, e ka thënë jeton një gruas. Dhe ka shkuar te hoxha vetë ka thonë rrok, s'më mësuo. Se më mundi çka më mësu. Që ka u ila waqi su'i hifdhi. Ju Allah në fakir, hoxhastan për hifzin që ka më ka sketch, më ka sketch hifzi jam, s'po më mësua. Fa arshadani ila tark al-ma'asi, لم تكن لي مقاطع كيف لا غيره. لأن العلم نور، لأن علم الله نور، ستدري الله دريك. وعلم الله ونور الله لا يعطى العاصي نفسك يدريك كيف الله غير شباب المخاط قوموا يري تري بان كفر الله سبحانه وتعالى قوموا يري تري نقضاء كفر الطاغوت قوموا يري تري اليوم سمقاته إبان حلال سمقاته الله سبحانه وتعالى تدرمات يا أبو الله سبحانه وتعالى زمرا تغيير بعد المقاطع يا وشوف نرزة ديرا جنا فردين قد نرزة دون قوس ناسي فردين الله سبحانه وتعالى وشكينا kufet e Allahut subhanahu wa taala besimtarit në rrugë. Kur disa njerëz të udhëzohen besimtarit, knaqet të gëzohen. Kur ta shef një musliman të ri, një djalosh të ri, në xhami si vjen, ai djalosh ka pas mundësi me shku diku tjetër, besimtari gëzohet. Nëse njeriu fillon me bëmë mëkate, i duket i keq i mirë. E shef njeriu në rrugë, duke mos falë namazin tire zoni, ai knaqet me ata të bravos. Ti shumë i mirë, ti djalosh i mirë, ti rrugë drejtje, shtëpisë. Dhe për shemë të zonë një djallë që i ri, fillon me falë namazin, të në sa i mirë a kambe, a në të drogë ka marrë dhe ti këtë qërë t'i ka po, sa i mirë a kambe, dhe kështu më rafë, nërsa ku të ozohë të t'i kesh, dhe kështu më rafë. I krasën njërës të ozohë, njërës të cilët i këtënë në sunetit për Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe dinit Allahu subhanahu wa taala, i krasën të njërës me njërës e dhe vijun këtë. Pse? Se i ka përzit ki njërë, të thëtë, duke bëmë kate, i ka përzit apote. Ki njërë, e urën hakun, e urën vërtetën, e urën urdhën e Allahut subhanahu wa taala. E kjo është më bë shejtan. Kjo është më bë shejtan. Kështu bën njerëzit shejtan. Pra pas ka procedurë që më bë shejtan, po ka procedurë si bën njerëzit shejtan. Që i bën njerëzit shejtan, sikur shejtani që bën shejtan. Ki shejtani sot që ekziston, që në formën e vet mbeti, dhe i ka ato vëzhgje të vetë që shënon për to, kjo ka musliman në herë. Ki, apo musliman në herë sikur na që të na vetë musliman alhamdulillah. Ki ka përmetës musliman bile vonë afër të Allahu subhanahu wa taala. E çka e bën edhe Gjibri, Makati, ki gjënore, e shtini Allahu subhanahu wa taala, mirë se Ademi alayhi salatu nuk i bëse se na khërmin, unë më një sa. Nuk i bëse se edhe ne sallallahu që na urdhon Allahu me do sejde. Nuk ka hatër Allahu mes neve dhe iblisit. Iblisi është robi Allahu, edhe ne na rob Allahu subhanahu wa taala. Edhe na kena mundësi çfarë rol iblisit me bën. Nëse fillon dhe ke shëllon njëri prej njerëzve që ka fillu me falë namaz dhe ka fillu me lexue, mi thonë të njerë, ma ka darë, mësë lezo shumë se po bojnë budon me ta. Mësë jetë shumë baznimit, mësë bojnë shumë përdara, shumë rarë, dhije që i ke marrë një rarë qëjtanit. A i blisit ka dhe ta pinë kërije, ka pojë ka thonë, o filan, banë nësijat ta. Dhe kështu më rarë, fillon me bojnë nësijat, ti me ndëm që i të bojnë mirë, mi po të ti marrë rolin e atinat qëjtanit. Dhe me ata bashkë me konë gjenet, Allah më rrë. Pse ndodh kjo? Duke i bërë njerëzit mëkat Allahu subhanahu wa taala. Një mëkat 2, 3, 4, 5, 10, fillon kufri mi u bën çfarë? Halal, çmëra, duke mos mund mi përballuar kufrave dhe sfidave të sotit. Shumë njerëz nuk kanë mundësi mi përballuar. Njëri prej njerëzve ka marrë me punuar me pas rrogë të rrafmi. Ai nuk ka mundësi me pas 50.000 me një halal. Mi po donë pas rrafmi. Shkon e vek një hoxhë dhe ajo, pra, edhe hija të mos. Tjetër të kështë më ratë, ki ka bëhile vëllahi me Allah, nëse nuk ka mundësi hi me bëhile njërë me Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk ka mundësi të kush për njerëz me bëhile se përmenda me Allah subhanahu wa ta'ala. Bëhat fesad në tokë me anë të mëkatëve. Shtohat fesadi, si kur që ndodhë tsunami, dhe shumë tsunami tjera kanë ndodhë dhe kanë ndodhë në kalumen dhe Allah subhanahu wa ta'ala, për mësë mëkatëve që ka bëhe
Po të lutë alayhi salam, ka ardhur Gjibrili alayhi salam me një prekallë 600 që i ka një, e ka ngrit atë popull derisa melekët kanë ndëgjuar çent aty vendit, sa do mos e vendi sot ndërti me vdekur në Izrael, ai vend e ka rëzu Allah subhanahu. E ka përmbys atë vend, me padre, sa ka mundësi Allah subhanahu wa taala me këtë mënyrë, si ku që ban shumë tsunami sot Allahu në tokë, dhe shumë furranoke, dhe shumë fatësia që thënë Allah subhanahu wa taala si vëllai i zëtirash, ndodhin për shkak mëkateve, lutim Allah subhanahu wa taala që të pastron Allah subhanahu wa taala zemrat tona për mëkateve dhe për kufër shirkeve, lutim Allah subhanahu wa taala që musliman kanë ndodhur sot që të ndihmon Allah subhanahu wa taala, datë të muslimanëve të kanë Allah, bërbasit e muslimanëve Allah të liran, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بطائراتهم في السماء اللهم عليك بطائراتهم في السماء اللهم عليك بسفنهم في البحر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر عبادك المرابطين اللهم انصر عبادك المرابطين حينما كانوا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصرهم اللهم ثبتهم اللهم سدد آراءهم اللهم سدد سهامهم اللهم واشف جرحاهم يا حي يا قيوم وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة